depois de ler isso. O minuto da Júnior. Para 2 muajsh u qelë fondi për kishën e Lekrit, për restaurim, për djegje që u bën nga viti kaluar. Falenderojmë Ministrinë e Kulturës edhe Drejtorinë e Gjirokastës të Monumenteve të Kulturës. Ne punuam këtu në kishë, bëm qatin, suvat, tavane, që kishte ajo, të gjitha. Edhe ngellëm të kënaqur me punën që bëm, ne dhe banorët e fshatit. Po, me që ishte stuan e bën, të kënaqur jemi. E mbani mend vjetë kur zjarin apo jo? Kur zjarri ju dojën, ishte zjarri fort kësa radhe. Dodhin majtë Goliput, jo këtu që ashtu po të pak me sakrifica, me ashtu zjarë fikse me këtu, sikur shpëtuam më të shumë të në fshatit, po disa u dojën. Kisha e Profetit Ilia në fshatin Lekët është monument kulture i kategorisë të dytë. Një monument i cili daton në shekullin e 19 dhe është nga objektet më të rëndësishme të trashëgimisë jo vetëm kulturore, materiale të zonës së Tepelenës, por edhe shpirtërore për shkak se banorët janë shumë të lidhur me këtë objekt. Në muajin gusht të vitit e kaluar për shkak të zjarrit masiv që përfshiu fshatin Lekët, pati dhe një dëmtim dhe një djegje totale të qatisë të kësaj kishe. Ky dëmtim jo vetëm që rrezikoi qatin, por me ardhjen e periudhës së dimrit, rrezikoi edhe gjithë objektin në vetvete, gjithë strukturën e gurit të qatisë të kishës së Lekrit. Dhe menjëherë Drejtoria Rajonale të Trashëgimisë Kulturore e Gjirokastër mori masat duke hartuar një projekt provizor për mbulimin e përkohshëm të kësaj qatie dhe më vonë me mbështetjen e Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sporteve u gjend financimi për të restauruar këtë qati. Aktualisht jemi në ditët e fundit të punimeve të këtij objekti, pasi ka ngelur vetëm disa punime rifiniture, siç e shikoni objekti ka përfunduar, qatia është restauruar totalisht dhe ky objekt do jetë në shfrytëzim të banorëve dhe duke ruajtur vlerat e tij të cilat i mbar prej kohësh. Kisha është një objekt një nefësh me një seksion 20 me 17 metra, i vendosur në krye të fshatit Lekët, e cila është në një pozicion dominues në gjithë luginën që është poshtë këtij fshati.